A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe së dashur, pasi kemi filluar me folën për detyrat tona që i kemi ndaj Kur'anit, sot desha me përmend një obligim që e kemi ndaj Kur'anit familjartë, është që kur ta lexojmë Kur'anin me kanë me abdes. Pra është obligim të kemi abdes gjatë leximit të Kur'anit. E djetarë që kanë thonë person që nuk ka abdes, mund të lexon Kur'anin prej hifzit, mund të lexon Kur'anin prej telefonit, mund të lexon Kur'anin duke mos e prek, por ajo që ndalohet, nëse s'ke abdes, ndalohet me e prek musafin. Allah ka thonë Kur'an, la yamassuhu illa al-mutahharun. Kur'an nuk e prekin vetëm ata të cilët janë të pastër. E këtu është rend parë, nuk e prekin Kur'anin vetëm ata që janë të pastër me abdest. Pra meselja e parë për sot është që ne Kur'anin me lexue me abdest. Dietarë këtu kanë thonë një mesele. Fëmia duhet me pas abdest nëse mëson Kur'an. Shemë fëmia ka 10 vjet, 12 vjet, ala s'ka hi moshën madhore. A duhet me pas pa tjetër abdest kur të lexon Kur'an? Ose kur mësoj një sure përmendsh? Ka thonë dietar nuk është pa tjetër. Pse nuk është pa tjetër? Se fëmia, nëse s'ka hi moshën madhore, Allah nuk e ka obligim, ato ndalesa, ato urdhëresa nuk vlen për fëmijën. Po që është mirë me pas fëmija abdest, por nuk është pa tjetër. Ajo që është pa tjetër, personi që është i rritur, që ka hi moshën madhore, ai kur të lexon Kur'an duhet të ketë abdes. Pra meselja e parë për sot është abdesti gjatë leximit të Kur'anit. Meselja e dytë. Gjithashtu ndalohet ta prekë Kur'anin, edhe të lexojë Kur'an ai i cili është në gjendje të gjunuplukut. Ai i cili ka nevojë me marr gusull, edhe ka obligim mu la. Nëse është në këtë gjendje gjunuplukut, e ka haram me prek musafin, po ka haram edhe me lexu Kur'an nga media, nga hifzi. Kurse të abdesi thamë që s'ki abdes mush me lexu. Por personi i cili është gjunup, jo që e ka ndaluar me prek, por e ka të ndaluar edhe me lexu Kur'an prej hifzit, edhe prej telefonit. Domthonë rrepsisht ndalohet personi i cili është në gjendje të gjunuplukut me lexue Kur'an. Gjithashtu është ajeti Kur'anit që përmendëm pak më herët, la yamassuhu illa al-mutahharun. Allah ka thënë Kur'an, nuk e prekin musafin vetëm ata të cilët janë të pastër. E gjunubi nuk është i pastër. Gjithashtu ndalohet me prek Kur'anin dhe me lexu Kur'an kur je gjunup. Rasti i tretë. Ndalohet me lexu Kur'an për një gruaje e cila e ka ciklin e hajzit. Gratë kanë brenda muajit e kanë një periudhë, ata nuk falin namaz, ata nuk agjërojnë. E këtë periudhë a kanë drejt me lexu Kur'an? Është një mesele. Shumica e dietarëve thonë ndalohet leximi i Kur'anit për gratë që janë në këtë periudhë. Shumica e dietarëve. Edhe kanë argumentin njëse ajetin kuranor, la yamassuhu illa al-mutahharun. Nuk e prekin musafin, nuk e prekin Kur'anin, vetëm ata që janë të pastër. E gratë që janë në këtë periudhë janë të pastër, ka thonë dietar nuk janë të pastër. Për këtë arsye më thonë, kanë thonë që nuk lejohet për gruan me lexu Kur'an, qoftë ajo me prek musafin apo me lexu përmendsh. Kjo është shumica e dietarëve kështu thonë. Por është një mendim tjetër. Kanë thonë dietarë, kjo është mendimi i dytë, kanë thonë ban gruaja me lexu Kur'an nëse është në këtë periudhë, por nëse ka nevojë dhe është mësuese e Kur'anit, ose është në Ramazan dhe ka qef ta krije hatmën, ose në raste shumë ngushta nuk mundet pa Kur'an, unë ka thonë kësi raste ban. Edhe kjo është më e saktë. Do të thonë gruaja ban me lexu Kur'an nëse e ka të nevojshme, nëse është mësuese e Kur'anit, ose nëse ka patjetër që t'ia ngojë fëmijës vet Kur'anin, surët, e kështu me radhë, në këtë rast më thonë mundet, por edhe pse më e mira është
që mes me lexu Kur'an, as mes me prek musafin, as mes me lexu Kur'an gruaja e cila është në këtë periudhë. Pra kjo është mesela për sot, pra më thonë të kemi abdes gjatë leximit të Kur'anit. Pra inshallah vazhdojmë nesër me mësimet e radhës. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.